Dhe përshëndes të gjithë teleshikuesit e ABC News. Albana, përshëndetje, na trego diçka Është një emocion i veçantë për Summertime Show, këtë program të ri që pritet të startojë së shpejti në ABC News. Faleminderit. Është kjo një iniciativë në fakt shumë e veçantë e ABC News për të sjellë verën dhe pushimet verore më pranë djegësve, teleshikuesve, por për çdo që ka interes, dëshirë dhe nxitjen për të njohur më tepër Bregdetin shqiptar. Do të jemi në çdo cep të këtij Bregdeti, jo vetëm atë të Jonit, por edhe të Adriatikut, duke u vendosur në resortet më të mira dhe ato më në zë, por nga ana tjetër duke patur si qëllim kryesor promovimin e njerëzve të mirë, njerëzve punëtor, e atyre që e duan këtë vend, punojnë çdo ditë për të, që nuk janë larguar dhe që në këtë pikë turistik dhe në fillim të tij, por edhe në vazhdimsi do të jenë aty për të shërbyer 24 orë në 7 për të gjithë ata që do të vinë si pushues, qofshin nga çdo cep i Shqipërisë, por nga diaspora, ashtu edhe shumë nga bota, sepse vitet e fundit turizmi shqiptar në fakt është ndërkombëtarizuar, duke marrë një vlerë të shtuar dhe duke promovuar vendin tonë në çdo hartë globale si një prej pikave që nuk duhet humbur. Edhe këtu në Vlorë, ne jemi në ditën e dytë që jemi vendosur. Në fakt, për momentin jemi në një prej zonave më të famshme, jemi në Radhim, por që aktiviteti dhe vazhdimësia do të jetë në shumë gjire, në shumë vende dhe në shumë fshatra turistik të Vlorës, të cilët janë të shumt. Numri turistëve ka qenë i lartë, i shtuar, ata janë nga e gjithë bota dhe operatorët turistik janë duke bërë maksimumin e tyre dhe duke treguar shumë të kujdesshëm që të jenë të gatshëm për t'ju shërbyer e për t'ju lënë një hapësirë të pashtë që edhe në momentet e largimit të tyre të rikthehen jo vetëm, por me miqtë e tyre dhe me çdo që do të dërgojnë zërin e Shqipërisë dhe jehonën e saj në çdo cep të botës. Do të kemi në këto momente në fakt një personazh i cili do të jetë me mua për disa çaste për të na dëshmuar paksa më shumë, sepse zëri i vërtet janë ata njerëz të cilët ndihmojnë çdo ditë. Baçi, shumë faleminderit që je me ne në këtë transmetim të drejtë për drejtë. Ju faleminderit juve si media, ju falenderoj përzemërsisht për atë çfarë bëni në punën tonë. Uroj sukses e të gjithë operatorëve turistik mbar vendit, të jetë një sezon i shkëlqyer për të gjithë dhe një cilësi në shërbim dhe në çfarë turistët kërkojnë. Si kanë qenë vitet e shumta në fakt që ti je rritur në Vlorë, je marrë me çdo gjë që ka të bëjë këtu, një njeri deti të quajnë, e quan dhe veten, për këtë arsye kemi vënë këto kapele të bukura të marinarëve, gjithashtu edhe mjetet ujore janë sporte dhe aventura që ofrojnë jo vetëm adrenalin, por janë shumë të kërkuara. Si është niveli i sigurisë që kujdeseni, për nga ana tjetër edhe mikpritja, për ju keni këtu edhe një zonë ku të gjithë peshkatarët sjellin peshkun e freskët dhe më pas e servirin atë drejt për drejt aty pas një gjë në mes. Atëherë këtu është një kombinim në miniatur midis sporteve detare, midis peshkatarëve, midis eventeve turistike, dhe të gjitha nga pak kanë krijuar atë kompleksin e shkëlqyer të shërbimit. Edhe çmimet modeste, sepse dhe ajo është një faktor. Viteve të fundit ka filluar një farë cilësie dhe falë juve si media, falë dhe gjithë operatorëve falë gjithë bashkëpunëtorëve që operojnë në këto fushë, ka filluar një trend të një cilësie, domethënë turisti nuk është më ai masivi, por është ai cilësori dhe kjo është shumë e rëndësishme për vazhdimsinë. Vlora ka nevojë për zhvillim dhe ky zhvillim do ta konservojë më mirë qytetin tonë dhe do na krijojë një të ardhme më të mirë në sektorin e turizmit, por dhe sektorëve përreth siç janë peshkimi dhe pse jo dhe funksionimet të tjera që ekonominë ndihmëse siç janë bujqësia të tjera me radhë. Sa peshk është kapur sot, nëse mund ta themi, sa njëjshin? Sot e pe vet ishte një premio, një sinagridhje 11 kg që ju e pat pak më përpara. Ishte një premio, se nuk është se nuk ka specie të tilla, po një ekzemplar goxha i madh
Këtu fillon puna qysh në orën 4 të mëngjesit dhe përfundon deri vonë sepse tipologjitë e peshkimit janë të ndryshme. Ne kemi një bark sardele, kemi barka të vogla artizanës që funksionojnë dhe prurjet e peshkut janë të konsiderueshme dhe të mjaftueshme. Shumë interesant në fakt dhe ne urojmë që ky sezon të jetë sa më i mbar. Tani një 2-3 detaje sa i përket thellësisë, enigmës dhe dashurisë madhe e bukurisë së mbar deti jon. Përballë nesh ngrihet gati hynor Karaburuni dhe xhirot janë shumë të famshme atje, kryesisht nëpër shpella. Cila është e preferuara jote? Atëre, unë e citova, po nuk qershia mbitor të shpellës e Axhialis. Dhe po s'pe shpellën e Axhialis nuk e par vlorën. Pjesë komerciale, do të themi, do më po shesim diçka që në një farë mënyrë, por kush vete atje, mrekullohet. Ju e pat vetë dhe çdo turist që e viziton këtë shpellë të mrekullueshme, ngeret i manitur dhe aq më tepër pastaj gjiri bregu i Jonit është një mrekulli dhe është një magji e vërtet. Deti ne themi që kur të pranon me zemër. Edhe mirë se të vinë të gjithë turistët dhe nuk do të zhgënjen dhe do të mrekullohen me bregdetin tonë. Janë emocione shumë bukura këto në fakt, të cilat vazhdimisht na përshkruajnë dhe na rrëfejnë më tepër me atë që Vlora ofron. E ka njohur turistët ndërkombëtar ndër vite tani më, por më trego pak nga cilat zona dhe rajone vinë më së shumti turistët, cilët kanë qenë këta më të famshmit e viteve të fundit. Unë shikoj një trend shumë të fuqishëm të vendeve të zhvilluara, siç është Norvegjia, Suedia, dhe janë klientë të mrekullueshëm në shërbim. Një respektojnë shumë punën e tjetrit dhe kanë një komunikim të shkëlqyer midis shërbimit dhe klientit. Janë vetë ata që të pozicionojnë në një forum shumë të mirë, si nga ana e komunikimit, po dhe pse jo edhe nga ana ekonomike, nëse në fund fare e gjithë efekti i një shërbimi shpërblihet në ekonomi. Shumë faleminderit. Faleminderit juve.